Faleminderit shumë që jemi në studio. Përshëndetje. Kënaqësi është e tëra imja që jemi në studio. Rato, të lutem dhe të falenderoj shumë që jemi në studio. Bëm po më duket përzgjedhjen e duhur të këngës që të nisnim këtë epizod sot. Me të vërtet Morsi ka një rëndësi të jashtëzakonshme për familjen tonë, kështu që bashkë me këngët e Ilir Shaqirit e jap një ndjenjë shumë të veçantë, kështu që ka qenë pikërisht e duhura. Para se të nis me pyetjet e mia dhe se si do të trajtojmë Sale në këtë intervistë, vjen në një periudhë shumë të angazhuar politikisht gjatë kësaj periudhe, kështu që arritet të gjesh kohë sot. Po, zakonisht kur i them dikuj po, dëshiroj me qëndru në fjalët e mia, edhe mundona për me botë pamundërën. Me të vërtet janë disa ditë kaotike, dinamike në fushën e politikës, me shumë përgjegjësi të mëdha, por megjithatë është e rëndësishme që të jemi edhe këtu bashkë me juve. Në rregull. Unë e pash bëra një hulumtim gjatë ditës djeshme dhe sot sa i përket emrit tënd, dhe pash që ishe shumë e familiarizuar me intervista që nuk e bëjnë as pak pyetje politike, po them për angazhimin tënd institucional e gjëra të tilla, po pash që kishe një background shumë artistik. Mjafton me bësër emrin tënd dhe ishe shumë herët e pranishme në skenan, me shkrime, me këngë, edhe pastaj rrugtimi yt politik ka ardhur shumë rastësishëm, është bërë që nuk e kishe menduar më herët, për do të flasim për këto. Kur kthehesh mbrapa në kohë, çfarë kujton më shumë ti sa i përket pjesës artistike tënde, me çfarë je rritur? Në moshën 5 vjeçare kam filluar karrierën time të muzikës, ka qenë krejt rastësi, besoj fakti që ndoshta edhe jo rastësi, po karrierën time kam filluar në ditën e 7 marsit, për herë të parë kur kam këndu. I kujtoj ato data, sepse besoj që e kam pasur një manifestim të jashtëzakonshëm, që shpeshherë nganjëherë po mërzitem për faktin që sikur po ju zbehet kjo ndjenja që ka pas dikur më herët epopeja UÇK-s, me shpresën që do të punojmë edhe do ta ngjallim atë ndjenjë, atë histori të fuqishme që ka Kosova. Sala, pse po mendon që po zbehet? A janë gjëratat e tjera ku fokusi nuk e kanë shumë tek pjesa adetare historikut tonë, apo ka ndonjë arsye tjetër? Mendoj që pikërisht neve na takon që të punojmë në këtë aspekt, sepse nuk është çështje vetëm shkolla, është prej familjes, shkolla dhe komuniteti, ata që duhet më ndiku në atë dashurinë prej gjeneratave të reja. Edhe mendoj që deri dikur mënyra që është festuar epopeja ka qenë shumë e mirë, por sikur t'ia shtojmë edhe disa nuanca informatave edhe edukative për gjeneratat e ardhshme, në atë formë që të bëhen një me të kaluarën edhe historinë e vendit tyre, identitetin e tyre prej nga vinë. E ty më shumë të pengon që nuk kanë shumë informacion, apo që nuk e ndjejnë shumë emocionalisht dhe moralisht këto ditë? Mendoj që gjithmonë shqiptarët në përgjithësi e ndjejnë, sidomos kur vjen epopeja këto, por edhe dikush që merret me arsimin, mendoj që është e rëndësishme mu reformu pak edhe mënyra se si ne e festojmë ose e kremtojmë epopejën e UÇK-s. Besoj që nëse i japim pak nuancë dhe kulturës për me i vendosë më në pa, do të ishte më e rëndësishme dhe më e veçantë për gjeneratat e reja. Në atë formë që ata me kuptu prej nga vinë, sepse unë gjithmonë them, familja jashari është familja krejt Kosovës edhe krejt shqiptarëve. Më nuk është vetëm e imja, edhe duhet secili me kuptu që momentin që e vendosin këmbën në prekaz, janë pjesa asoj historie dhe prekaz është gjithmonë i tyre. Ti je shumë e rejnë mosh dhe rrugëtimi institucional ka ardhur shumë befas kështu dhe njerëzit duan dhe të respektojnë shumë për punët që e bën dhe për zërin, që mundohesh ta kesh gjithmonë aty për historikun e vendit mbi të gjitha, por unë dua të di, kur ke qenë e vogël, sepse ke lindur vitin 99, edhe pavarësisht që edhe sot je shumë e rejnë mosh, mundohesh që me plot krenari, që nuk e dyshoj as pak këtë, po t'ja u përcjellësh të gjeneratave të reja, sidomos moshatarëve tua dhe atyre që janë më të vegjël, se çfarë ka ndodhur. Mënyra se si ne rritemi, unë gjithmonë e them, ka një logjik forma se çfarë jemi ne në të ardhmen. Shpeshherë e them, duhet me pas kujdes në familje se çfarë flasim, sepse në nënvetdijen e fëmisë është duke u kriju diçka. Edhe unë mendoj që vetë fakti që ka ardhur një moment që unë jam përgatitur për mi shërby vendit, nuk ka qenë rastësishme për shkak që prej e vogël unë kam dëgju histori të liderëve, heronjve, heroinave, se si edhe çfarë do të thotë për me jap kontribut për shtetin tënd. Kështu që unë besoj vetëm e kam prit momentin se kur do të jetë koha ime, fatmirësisht jo në rrethana të njëjta dhe asnjëherë nuk do t'ja dëshiroja vendit tonë në rrethana se si ka kaluar familja jonë. Kështu që thjesht ka qenë momenti besoj se kur do delte Sala
me një shërbim ndaj vendit saj. Edhe pse e mendoj edhe cilësoj sikur shumë të rëndësishme faktin që i kam shërby vendit edhe në rrethana të ndryshme, me punë vullnetare, edhe si vajzë e vogël, edhe si mësuese, e kështu me radhë. Para se të ndalim te kjo kthesa që është bërë tek jeta jote që t'ju fusësh politikës, dua të kthej pak vite mbrapa. E di që ke dhënë rrëfime shumë dhe ke jep detaje sa përket jetës tënde, familjes historike, nga e cila vjen. Unë dua ti nga fëmijëria jote. Pas viteve 2000, çfarë mban mend më shumë ti, ose cili ka qenë një moment që është shumë i ngulitur tek ty në mendjen tënde, cili pastaj e ke mbartë me veten në rritjen tënde, dua di. Në përgjithësi mendoj që vetë fakti që e mbaj emrin e gjyshës, më ka rrit me përgjithësi shumë të mëdha. Edhe ndoshta jam prej atyre fëmijëve që jam rrit tu mundu mos me gabu asnjëherë. Sigurisht kjo nuk është edhe aq e mirë për një fëmijë se presioni është shumë i madh, por megjithatë besoj që më ka shërby shumë ditët e sotme, se veprimet e mia, fjalët e mia janë shumë të kontrolluara, se sa që ndoshta mundet mi pas dikush në moshën time. Po thua që të ka munguar pak liria në fëmijërinë tënde nga petë ku i përgjithësisë që ke pasur ndaj mbiemrit tënd, a? Do të nuk ke qenë shumë normal si fëmijë, po themi kushtimisht, sepse ke qenë shumë e ndrojtur më përgjithësi. Zakonisht mendoj që çdo fëmijë që vjen pas familjeve të mëdha, gjithmonë ne i thojmë në popull që kur arrin diçka njeriu, është shumë vështirë për me mbajt atë nivel që e kanë arrit dikush përpara teje. Kështu që është përgjegjësi e jashtëzakonshme për me qenë pjesë e kësaj familje dhe me mbajt një përgjegjësi të tillë. Po megjithatë mendoj që më ka ndihmuar shumë në atë çka jam unë sot. E kështu që veten si fëmijë e shoh si dikush që vazhdimisht ka tentuar për me qenë më e mirë se çdo ditë tjetër. Një prej këshillave ose sugjerimeve, mbështetje më të madhe që kom pasur ka qenë prej prindërve të mi, që ata gjithmonë kanë dëshiruar më të mirën, edhe janë mundu që ti e ke emrin Sol, duhesh me mësu shumë, duhesh me qenë e pavarur. Shpeshherë babi edhe e kemi një ajgare, se unë kam përfunduar shkollën e muzikës, edhe thot momentin që ka ardhur piano në prekaz, do thot këtë luftë s'ka me pas më, për shkak që u pa zakonisht Drenica edhe prekazi si vend më shumë i luftës. Po në fundol që nuk është veç i luftës, është edhe muzikës, është edhe kulturës. Në piano për Salën ishte një moment shumë interesant që babi ta paska shpreh një mënyrë shumë kreative, po dhe shumë domethënëse se çfarë kishte kaluar prekazi më herët. Po, pikërisht. Kështu që nëse e mendoj pjesën e fëmijërisë time, mendoj si dikush që është marrë kryesisht në botën e artit, dikush që është marrë shumë me shkrime, dikush që i ka dashur ëndrat edhe ka punuar shumë për to. Kështu që në asnjë moment nuk jam ndal. Edhe vetë vendi im, komuniteti jam, e ka po realisht sidomos Drenica që gjithmonë më kam posi dikush që punon shumë. Po, unë dua të bëj një pyetje, nuk e di nëse është shumë e vështirë si pyetje, unë dua të di në rritjen tënde, po besoj që gjatë gjithë kohës që rritur se nga cila familje vjen, kush janë herojt e këtij vendit, cilët i përkasin mbiemrit tënd, unë dua të di në cilën moshë ke kuptuar kështu, tamam seriozisht se në cilën familje je, po besoj që ka qenë shumë herët dhe ka dalë gradualisht me rritjen tënde, po ku e pata atë reflektimin që po, ke jam Sala dhe kjo. Si që ka dhe mere, për mu ka qenë shumë herët. Për vetë faktin që e kam edhe emrin e gjyshës, unë përgjithësit i kom kuptu prej moshës 5 vjeçare që është dosh më rrit paka shumë një formë këtë ndryshe. Shumë e vogël. Edhe, po, kjo një farë formë nuk më ka leju për me bo shere, edhe më lasdru si e vogël. Është dosh më kujdes, ka njerë bëja i gore, e kësha bo ka njerë në i sharë dikon, po është dosh me qëndru pak me kuptu gjithmonë që jam të mbajt një përgjithësit madhe, të një emri shumë të madhë si Salja Jashari. Kështu që besoj që shumë herët e kam kuptu, edhe sidomos babi ka qenë ai personi që më së shumë ti ma ka rikujtu që e ki një përgjithësit madhe një jetën tënde. Këngët patriotike, këngët që i kushtohen këtij vendi, këngët që i kushtohen Marsit, si ajo që sapo i nisem emisionin me të çfarë të sjellin ose çfarë të shkon në mendje, nuk e di ndonjë mesazh, ndonjë pyetje, ndonjë përgjigje të kanë thënë familjarët, çfarë ndjen Sala? Gjatë Marsit rikujtohet edhe një herë më shumë se kurrë se sa e rëndësishme është historia e vendit tonë. Shpeshherë mendoj që nuk e vlerësojmë atë sa duhet, por në qoftë se e analizon edhe në bazë të luftrave të vendeve të ndryshme, unë besoj që secili shqiptar do të më qenë shumë krenar për vetë faktin që lufta ka qenë shumë e pastër edhe ka qenë pikërisht vetëm për lirinë e vendit tonë. Edhe mu më veç më rikujton që qenurit patriotike, qenurit adhetare, është krenaria më e madhe që nuk mundet më krahasu me asgjë. Këto dua dhe një përgjigje për ish-krerët e ushtrisë lindare të Kosovës që janë në Hag. Po. Si e mendon mbase këtë gjykim që bëhet atje ose cilat janë shpresat e tua? Shpresat e mia që sa më herët ktheja në Kosovë,
në qoftë se analizojmë, unë për shembull kam lindur pas luftës në vitin 99, nuk e kam përjetu luftën, por gjenerata jam edhe jotja na mundem me pa realisht momentumin që po ndodh në botë sot. Edhe na e shohim që ndjejmë keq kur shohim vrasje të njerëzve të pafajshëm, të fëmijëve, edhe kuptojmë që po bëhet padrejtësi. E njëjta ka ndodhur në Kosovë, edhe në Kosovë kjo plagë është shumë e freskët. Edhe nëse analizojmë faktin që krerët e luftës kanë qenë me një moshë shumë të re, edhe kanë pas atë guxim të madh për mi dalë, edhe me thonë deri këtu mjafton, mjaftueshëm ka bë të këqija Serbia karshi Kosovës. Mendoj që e ka treguar një leadership shumë të veçantë që na veç mundemi me paramendu se çfarë do të thotë të ishim në vendin e tyre. Vetë fakti që po mbahen për shumë vite në Hag, mendoj që është një padrejtësi e madhe edhe për familjen e tyre. Janë vite të mëdha këto, nuk janë pak për familjet edhe për vetë neve. Është shumë e rëndësishme për Kosovën që ata të kthehen. Mos të harrojmë që nuk janë duke u paragjyku ose nuk është u gjyku thjesht individ, është u gjyku ushtria shqiptare e Kosovës. Edhe në vetë faktin që secili prej nesh në çdo festa krenohemi me ato shkronja të arta, ne kupton që është një momentum që Kosova e ka fjalën në fundit, edhe duhet patjetër të punojë çdo ditë që të dëshmojë që në fakt ata që kanë bërë dëme edhe ata që kanë bërë vrasje masive kanë qenë Serbia karshi Kosovës dhe në asnjë moment Kosova ndaj Serbisë. Tani dua të ndalem pak te kjo kthesa që bërën politik. Si të erdhi, nuk e di si ftesë, si të erdhi si ide që të futesh politikesh, sa ishe gati në atë periudhë për të thënë po dhe për të marrë këtë përgjegjësi, sepse pavarësisht gjithave ke qenë shumë e re. Më thuaj pak, ma spjego si periudhë tënde. Në vitin 2021 kam qenë jam zgjedhur si asambleiste në komunën e Skënderajit, kështu që kam pasur pak a shumë një perspektivë se si funksionon politikbërja edhe projektet për vendin, se çfarë do të thotë mi shërby komunitetit të në vendit ku jeton. Edhe për mua ka qenë një kthesë shumë e rëndësishme të kuptuarit të politikbërjes, edhe gjithmonë them fakti që nuk është e integruar në shkolla në kupton shumë për vendin tonë, sepse në qoftë se secili prej nesh filloj me kërku pak më shumë prej atyre që na përfaqësojnë, mendoj që kishim mujt me marrë edhe shumë më shumë karshi rezultateve. Në momentin kur mu ka ardhur mundësia për me kandidu si deputete, ka qenë një moment. Kam qenë duke jap mësim, kam qenë mësimdhënëse, edhe për mu ka qenë me një momentum ku a jam gati unë, që gjithë këtë përgjithësi të jetës tem që e kom pas prej moshës 5 vjeçare, që jam mundu gjithmonë për me rujt emrin e gjyshës, emrin e familjes, a jam e gati që edhe këtë emër, edhe këtë familje, bashkë me to të futëm në politikë. A keshe frikë? Ka qenë, nëse mund veç me vazhdu, por ky ka qenë një momentum ku më thonë, a është më e rëndësishme unë vetëm me jetu këtë jetë, edhe më mundu vetëm me rujt historinë e familjes edhe mos me bo asgjë në të ardhmen tem, a është më e rëndësishme edhe unë, njëjë sikurse gjyshja, me kontribu për vendin tem. Kështu që për mu ka pas shumë rëndësi me jap edhe unë një kontribut, edhe ky ka qenë momenti ku them, kapitulli familjes jashare është kapitulli krejt vendit, edhe nuk mundet mu ndiku as mu deformu prej asnjë personit që na jemi gjallë. Kjo është e pyetja, po kjo është e pyetja sepse sa i frekohesh politike, sepse e dim gjykimet dhe paragjykimet që janë për politikën, për partitë politike, për gratë që janë politik, për burrat që janë politika. Kishe frikë se mund të njollosin në formës e tjetër, nuk e di, a? Unë nuk besoj që asnjë prej neve mund ta njollosim reputacionin e familjes jashare. Edhe nuk do të ishte as reputacionin tem. Unë mendoj që thjesht ka ardhur momenti që t'i bëjmë ndarjet. Deri në luftën e fundit, kur familja jashari ka jap gjithçka në periudhën e luftës, është një kapitull i përfunduar, edhe një kapitull që askush nuk mundemi me ndryshu. Është e vendit, edhe atë sa është e imi, është edhe krejt Kosovës. Kështu që unë dua të ndaj, edhe pse personalisht është diçka që është me mu vazhdimisht kërkohen, se ka ndikuar në formimin tim, po megjithatë nuk dua të më ndaloj për me jap shërbim edhe në vendit tem. Për atë sa kam jetë edhe atë sa kam mundësi, në qoftë se unë mund mi bo mirë dikujt, kjo ka qenë pak a shumë idea dhe vizioni jam. Në qoftë se unë mund mi shërby sidomos fëmijëve të Kosovës, sidomos trive të Kosovës, pse duhet me ndalë veten. Edhe unë jam prej shoqënive gjithaj personi që më mendoj shumë pozitivisht, edhe gjithmonë mendjen tem është, faleminderit. Gjithmonë mendjen tem është një zgjidhje. Edhe nëse s'funksionon diçka, unë them pse s'po funksionon, a do gjithçka me funksionu. Këtë mentalitet të tregona sepse shumë e vështirë është mbaj që në një periudhë vështirë.
të mendojmë pozitivisht dhe ta kemi qasin pozitive në ka që një problemi, nuk e di, apo është ndërtimit? Besoj që ka ndiku shumë edhe librat, natyra, vendi ku jam rrit, edhe gjithmonë jam konë të mendu, duhet me gjithë një zgjidhje, edhe ne shpesh herëthojmë që shumë letë është me adretu gishtin dikuj tjetër e me thonë ti dush me bo për vendin tënd, pse si të bo, po kjo ka që momenti ku thëmë kjo është një moment që unë duna me bo një hapër para, edhe në qofë se muj me qenë unë një shembull, kisha pas dëshirë që me qenë një shembull ku i ftoj krejt rrit, dhe me thonë, hajde ne, ta udhëheqim vendin bashk. A është edhe ky një mesazh për të ri që pra ndjekin momentalisht në këtë? Patjetër. Unë besoj që ka shumë të ri Kosova, me potencial, me talent, që thjesht ka nevojë mi tregu që unë jam këto, edhe po du me qenë dëshmi për juve që edhe ju mundeni, edhe na kemi nevojë për mendjet e këtyne të rive të Kosovës. Se me bo me analizu pak, Kosovarët lullëzojnë një ashta Kosovës. Shumë vërtet. Kështu që kena është një momentum ku na duhet me jap qatë mundësi, me aqil që adere me thonë na mundemi edhe brenda Kosovës, po thjesht duhet me shfrytzu që të mendjen tonë, trurin tonë, edhe në qëto korniza. Po duhet me ja dëshmu, se kështu që unë po provoj me ja dëshmu, të shotash që shpo do me shku paka shumë kjo karriera jam politike, edhe misioni jam që unë e kam, po shpresoj për mirë, edhe në qofë se muj me bo rezultatet mira, tani e kam edhe shumë alet dhe mjë tregu që... Po, më tregove paka shumë për se si ka njësur karriera jote politike dhe në base përbale me politike, po besoj që në një moment fillimit karrierës tënde politike e ke menduara, e ke parë, sepse pyetjen jo rasisht ta bëra, sepse zakonisht politikanët shohën, kritikohen gjatë gjithë kohës dhe asnjëherë si e mirë për të gjithë. Andaj desht të pyesja ty, se sa e përballove let çastin tënde politik, a doli ashtu si e mendova, a doli më e vështirë? Po, e kam ditë që të qenurit në fushën e politikës nuk kam e qenë as pak e letë. Qëllimisht i kam studiu edhe medien dhe komunikimin, në atë formë që kom pas lëndë politike, për më mujtë me kuptu paka shumë edhe se si funksionan politika. Por, ka qenë një moment ku besoj e kam njohë vetën edhe e kam ditë që në qofë se nuk e kërkoj një këshill për i dikojt, nuk e marr as komendin e ati, ose asaj. Kështu që nuk ndikohem as prej komendeve në rrjetet sociale, sepse është e vërtet që në qofë se nuk e njeh veten edhe nuk e di kush je, shumë letë mund është mundiku prej komenteve negative që i merë seseli politikan edhe sidomos grua në politik. Nuk është e letë, se është presion i madh, edhe po me gjithat, në qofë se thjesht e din qëllimin tënd, e din që ti ke hi me një mision shumë të pastër edhe shumë të rëndësishme për vendin, e krijon një falëkurë të fortë dhe ma dikur nuk ndikohesh. Këto 5 vite, Sala, cili ishte momenti yt më kritik në fushën tënde, në politik, në atë se çfarë bën në politik? Kishte ndonjë moment që të theu, po themi kështu kushtimisht, nuk e di, ndonjë deklarat, ndonjë paragjykim që të është bërë shumë? Një prej momenteve që thehesh, edhe si qytetari i Kosovës, është kur e sheh që pavarësisht përpjekjeve dhe sakrificave të vendit, e shet që në fushën e politikës nuk po gjendet asnjëherë një kompromis ose një bashkëpunim, sidomos kur është në çështje vendi jonë. E kjo paka shumë u mërzit edhe dëshpruana pak, po edhe kuptoj se kjo është paka shumë një formë që besoj gjeneratat e reja janë pak më të mësume. Në qoftë se qesim tavolin një diçka që ka shumë rëndësi dhe mundu me gjetë një kompromis, por edhe mundona me analizu pak për shkak të kaluarës, se çfarë ka ndodhur dhe mënyrës që janë rrit këta, edhe që kanë ardhur deri këto dhe pse po veprojnë forma që po veprohet sot. Në rrethona ideale do të kisha dashur që mbi të gjitha, për mua shumë rëndësishme, edhe me qenë me një familje dhe me pas bindje politike të ndryshme, është shumë okej, shumë në rregull, po kur janë çështje shumë të rëndësishme për vendin, kisha dashur me po ndryshe. Kisha dashur me po njerëz lider që thonë unë jam këto, hajde po bashkëpunojmë, se është për të mirën e vendit, edhe nuk besoj që këta kanë kohë gjithë jetën, se jeta po ecë, vitet po ecën, trit po na lëshojnë Kosovën, vendi po kalon me një depresion që nuk e kena pas më herët, edhe kjo është. Po, unë dua të më tregosh diçka sepse më tregove pak para se ty në studio, nuk e di sa mund ta thuash live, për 28 nëntor në Vlorë, kur ky është shkuar për të kënduar në një nga këngët që ke edhe në bashkëpunim, ma spjego pak edhe ma thuaj pak edhe për publiku, se ishte një moment shumë interesant që lidhet me emrin tënd. Po, prej moshës 5 vjeçare deri në 12 vjet, unë kam pas një karrierë muzikore, kam një album si fëmijë. Okej. Edhe nashta kjo është një prej arsye pse unë nuk ndikona shumë, se prej vogël jam rrit pak a shumë të pas një farë fame.
edhe pse nuk është që është ma e mira për fëmijët, besoj. Po, herën e fundit e kemi pasur 100 vjetori e Shqipërisë ka qenë, edhe kemi qenë në Vlorë bashkë me Rovina Stefen, për shkak një duetit që e kemi së bashku. Edhe për vetë faktin që në moshën 12 vjeçare sigurisht nuk pritet për një fëmijë me njoft politike, në sidomos edhe në Shqipëri. Edhe ka qenë shumë interesant se përderisa isha duke prit për me këndu, fillon publiku krejt të bërtit sola, sola, sola. Edhe për një moment isha të mendu çka po ndodh, dhe se është emri jem. Po në fakt ishte për Sali Berishën. Si unë ndjeve në atë moment, ose kur ta thanë, që nuk po të thrasin ty, po e thrasin Sali Berishën. Jo, nuk isha guxim për me thonë, me pyta është emri jem. E le këtë kuptim. Isha të prit derisa marr informacionin në sakt, po kështu që më duket shumë interesante në mënyrën që pastaj më jam njoftuar me ish liderët e Shqipërisë. Okej, Sala, përveç muzikës, ti shkruan poezi, proza, ti do shumë, kështu që je rritur pak në frymën e artit, pavarësisht petkut tënd në cilën je sot, kështu që cilën e ke ma shumë për zemër, se cilën pjesë të artit tënd e bën më me qef. Në përgjithësi, bota e artit është diçka që mu më flan në shpirt, edhe e gjej në forma të ndryshme, më pëlqen shumë për me shkrujt, edhe pse shkruaj rroll. Por edhe një diçka që vlen me cek është që edhe dashurin për muzikën e kam kuptu shumë ma vonë se sa kur isha në shkollën e muzikës. Për shembull edhe kur lexoj libra, unë lexoj me muzikë klasike, duke dëgju muzikë klasike, kështu që e gjej një farë qetësie të shpirtit edhe sot, edhe mundona për me përshtat në jetën tem në atë formë që më mujt me qëndru gjithmonë gati për qëllimet e më të tjeshme që i kam. Në aspektin tënd personal, i është zhvilluar po ashtu, i edhe martuar gjatë verës të kalume, kështu që sa ka ndryshu jeta jote me këtë përmbushje tëndën tash? Nuk ka ndryshu shumë, edhe po më vjen mirë që nuk ka ndryshu shumë, se edhe unë, si krejt vojzat besoj në Kosovë sidomos, na jena arrit me një kulturë ku nëse dikush martohet, e sheh pak a shumë sikur i ka përfundu jeta. Edhe u martu, tash nuk ka shumë mundësi, është një farë kornizë që e kena vlerësu nashta për vetë faktin që gratë dhe vajzat kanë qenë matë privune për disa drejtave në të kaluarën. Edhe pse partnerin tem kom ditë me zgjedh mirë. Pre vogël e kom ditë sakt çka po du, edhe kom ditë, po e kom ditë për shkak që në mënyrën që jam rritur, e kom ditë çka kisha leju dhe çka nuk kisha leju për me pas në të ardhmen. E pas ka manifestu shumë mirë. Edhe kështu që edhe pse e vlerësoj shumë, është një person shumë i arritun, edhe e vlerësoj shumë karakterin që ka, personalitetin. Edhe për mu ka qenë një moment ku këmë thonë, okej, a kam më ndryshu mu jeta tash në këtë moment, edhe kam qenë pak skeptike, po tash e këmë po që jo, në fakt, unë e këmë gjithë dikën që mu po mbështet në ëndrat e mia, shumë e bukur. Edhe në asnjë moment nuk këmë dalën, bile, tash e kam një liri shumë të madhe, edhe thjesht është një person që vazhdimisht të më thot bëne, vazhdo, puno, më shtym për para, edhe këshillojmë shumë njëri tjetrin, kështu që jena partners in crime. Në rregull. Për vajzat që po i ndjeki këtë intervistë dhe të cilat mbas janë pak të dëshpëruara, e kanë manifestuar për nuk e kanë gjetur, mbas e kanë qenë në lidhje shumë toksike, tani janë single, nuk e di, çfarë do t'i këshilloj, çfarë do t'ju thoje me gjithë këtë përmbushje që e ke nga kjo studio? Po gjithmonë unë them që pika kryesore e njeriut është fillimisht me njoh veten edhe me njoh çka dëshiron ti, se njeriu edhe në vite të ndryshme ndryshon. Për shembull, unë nuk kam qenë në njëjta kur kam qenë 20 vjet, dhe nuk jam në njëjta tash në moshën 26 vjeçare. Edhe partneri i jetës besoj është shumë ndryshe për secilin, për dikon ka marrë më herët, për dikon më vonë. Thjesht çka kisha dashur prej trejave është me shiu jetën e vet, me u mundu me arrit ëndrat e veta, edhe mos mundal me mendu që kanë mbet një farë forme pa e gjetë partnerin e jetës, se gjithçka vjen me kohën e tyre, edhe thjesht nuk funksionojnë gjërat njëjtë, për dikon funksionojnë krejt ndryshe në rrethona ndryshme. Edhe jeta besoj shumë e veçantë, formën që na e shohim, që funksionojnë nervat tona, neuronet, edhe për shta duhet me leju veten për me kohën të lirë, edhe gjanat vinë. Okej. Sala, jemi drejt fundit të intervistës, shtu çfarë po ndodh me presidentin, me zgjedhjet, me gjithë këtë kaos politik momentalisht, cilat janë informacionet se çfarë kishte mujt me më thonë nga ky studio? Po, sot jemi duke pritur për seancën që besoj do të thirret në ora 7, ose më gjas mund të thirret edhe nesër. Deri tash çka kemi parë që partia në
pozitë vetëvendosje, e ka kandiduar Glau Konjufsën për president. Njëkohësisht vlen të cekët që veç faktin që asnjëherë më parë një parti nuk e ka pasur një fuqi të madhe siç e ka sot, edhe besoj që përgjegjësinë e jashtëzakonshme, përgjegjësinë më të madhe e ka vetë kjo parti, e cila unë kisha prit që me mujt me gjetë një zgjidhje, për shkak që vendi nuk është i gatshëm për zgjedhje, edhe është momenti kur na duhet me punu edhe me dol pastaj në zgjedhje. E këtash asnjëna prej partive nuk e kanë pas hapësirën as me punu. Kështu që njerëzit janë lodh, edhe i kuptoj pse janë lodh, edhe për shkak që pagat nuk i kanë ashtu siç duhet, jeta po bëhet pak më komplekse, më ndërlikune, ajo çfarë po ndodh në botë nuk duhet më neglizhu, edhe besoj që ky është një momentum ku kjo parti do të marrë përgjegjësi, edhe me pa përtej politikës, po për vlerat edhe integritetin e Kosovës tonë, të dashur, e të vogël, e të madhe për shpirtin tonë, po me gjithat të shumë rëndësishme që me mbajt përgjegjësi. Salih Ashari, faleminderit shumë që ishe në studio, të uroj suksese, nuk po besoj që të kanë me të mungu sepse shoh ambicie dhe vullnetin tënd. Faleminderit shumë që ishe në studio. Faleminderit juve.